Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Nëse kërkoni një recetë që sapo ta vendosni në tavolinë të mbaroj në çast, po ju tregoj se si I përgatis unë këto speca. Ka një shije kaq të pasur shtëpie, sa nuk do të mbetet asnjë kokë oriz. Filloj me përgatitjen. Në një grirës perimesh grim 1 ose 2 qep të vogla si në rastin tim. Mund t'i grini imët edhe me dorë. I vendosim në një tikan të thellë, I shtojmë 50-60 ml vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje të plotë. Ndërkohë që qepët kaurdisen, unë do merrem me prerjen e perimeve të tjera. Ktu kam 3 domate të pjekura mirë, edhe domatet I kthejmë puren në grirës. Domatet tashmë janë gati. Këtu kemi një specie jeshil. Do e presim specin në kubik të vegjël. Në fakt unë më parë I shtoja dhe më shumë speca, por Reo nuk I pëlqen. I largon gjatë konsumimit të orizit. Edhe 3 dhe 4 speca më e mirë bëhet kjo recetë. Sa po qepa të filloj të bëhet transparente, shtojmë specat. I kaurdisim specat, derisa ta shikoni që janë zbutur. Më pas shtojmë puren e domateve. I lëm në zjarr, derisa të largohen plotësisht lëngjet. Këtu kam speca, sigurisht I kam speca të kopshtit tim. I pastrojmë në këtë mënyrë nga farat dhe nga pjesa e bishtave të specave. I shysni poshtë, nuk ka nevojë fare që të përdorni thikën, pasi hiqen me shumë lehtësi në këtë mënyrë. Kjo prosciutto më kishte ngelur në frigorifer. Më kishte ngelur pak prosciutto dhe pak djath. Unë do t'i gri dhe do ja shtoj specave brenda. Jo vetëm që jep shije të mirë, por në këtë mënyrë nuk lëm dhe të na shkojnë gjërat kot. Po t'i lija dhe pak, edhe mund të prisheshin. E grim edhe djathin. Tomatet, si e shikoni, e kanë larguar lëngun. Shtojmë prosciutton edhe djathin. I përzim derisa ta shikojmë që djathi ka shkrirë plotësisht. Nëse do kisha më shumë, sigurisht që do t'i shtoja edhe më shumë. 2 filxhan të çajit I kam me oriz, e kam larë orizin dhe më pas e kam kulluar. E shtojmë në tikan dhe I bëjmë një kaurdisje për 2 minuta. I shtojmë pak krip, diku tek 1 lugë e çajit me krip, pak piper të zi. Kur ta shikoni që orizi po fillon të ngjisin në tikan, atëherë shtoni 1 filxhan të çajit me ujë. Me masën e përgatitur fillojmë të mbushim të gjitha specat dhe I rëndisim këtu ku I kemi. Nuk kemi nevojë të bëjmë shumë me në pis, pasi ky tikan është edhe tavë, është edhe tenxhere, është perfekt. I shtojmë 4 filxhan të çajit me ujë, kishim 2 filxhan me oriz dhe në total 5 filxhan me ujë. Nëse dëshironi mund t'i shtoni sërish vaj ulliri. Unë po I gri dhe disa domate pomodorini, direkt në furrë për 30-40 minuta. Dhe ja ku janë gati. Tani po ju tregoj një sekret. Në fund unë ja u hoqa lëkurën e specave dhe ndoshta prisha pak atë pamjen perfekte të imazhit të parë, por ju premtoj që shija doli magjike. Në shtëpi nuk na pritën sa të ftohesh fare, por I konsumuan me njëherë. Po ju ja u hiqni lëkurën specave? Më shkruani në koment.